Mbetjet mjekësore, të cilat prodhohen nga subjekte të ndryshme mjekësore, prodhojnë një sasi të konsiderueshme mbetjesh të rrezikshme si për ambientin jetësor, po ashtu edhe për qytetarët. Ndër vite në rrugë, përreth kontinjerave, por edhe në ambientet të institucioneve shëndetësore, kemi hasur mbetje të ndryshme mjekësore. Pas ata që i hudhen edhe nuk janë të vetëdijshëm që të njëjtat paraqesin bombë ekologjike për ambientin. Për fat të mirë, në kuadër të Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, funksionon Departamenti për Menaxhim me mbetje mjekësore si pjesë e Drejtorisë për Mjedis Hapësinor. Në kuadër të këtij departamenti, çështja e grumbullimit, transportit dhe vendosjes në deponitë të specializuara është rregulluar me ligj. Deri vitin 2023 ne kemi bërë grumbullimin e mbetjeve medicinale, kemi pas hapësirë të posaçme për deponimin e tyre, për ruajtjen e tyre, edhe i kemi transportuar deri te deponia Drisla, e cila ka qenë angazhuar ose ka qenë obliguar për trajtimin final të tyre. Normal, mbetjet medicinale deri këtu kanë ardhur të ambalazhuara në ambalazhe adekuate, të cilat kanë qenë me ligj të garantuara këto. Mirë po, nga viti 2023 me ndërprerjen e lejes për shkak se një ndër kushtet i cili kanë ndikuar për mos marrjen e lejes ka qenë edhe mungesa e automjetit adekuat për transportin e mbetjeve medicinale me rrezikshmëri. Por si shohin të rinjt rrezikun nga mbetjet mjekësore në ambiente jo adekuate? A keni hasur në mjetet të përdorura, të cilët janë hasur në rrugë, mjetet mjekësore? Po kemi hasur shumë probleme të tilla, në cilën kanë sjellur shqetësime sikur të një shumicë e madhe e njerëzve dhe sigurisht edhe tek vetë unë. Çfarë mendoni se do të sjellë pasojë edhe për njerëzit e tjerë, produkte të cilët nuk duhet të jenë nëpër rrugë? Mund të sjellë pasoja të ndryshme, duke filluar nga lëndimet fizike tek njerëz të ndryshme në cilën i hasin këto probleme. Gjithashtu mund të paraqiten infeksione të ndryshme për shkak të vjetërsisë së këtyre problemeve dhe mund të paraqitet një sy jo të i mirë tek njerëzit në cilën hasin me këtë lloj far problemi. Duhet që së pari të informojnë institucionet përkatëse në lidhje me këtë problem dhe të vendosen kontenjeret që të hudhen mbeturinat apo mjetet mjekësore të posaçme. A keni hasur në mjete mjekësore të cilët janë hedhur në rrugë? Po, kemi hasur kësi lloj gjëra të cilat kanë shfaqur mjaft qetësim për mua. A mendon se këto do të shkaktojnë edhe pasoja tek personat e tjerë? Po, mendoj se do të shkaktojnë pasoja tek njerëzit e tjerë, që duke filluar prej lëndimeve fizike, pastaj mund të paraqiten edhe infeksione si rezultat i vjetërsisë, si dhe paraqet një gjendje jo të këndshme për syrin e njeriut. Çfarë mosa mendon se duhet të merren për të ndaluar këtë problem? Duhet që të merren mosa adekuate nga institucionet, që të vendosen kontinjere të posaçme në vende ku shohim se më së shumti hedhen ato mbeturina. Po, shpesh hasim në përditshmëri mjete të tilla, të cilat po shfaqen mjaft qetësim të madh tek ne si banor. Çfarë mendoni se mund shkaktojë edhe pasoja tek personat e tjerë? Fillimisht kjo shkakton ndotje të ambientit, pastaj kemi shumë lëndime fizike të cilat shkaktohen nga këto mjete. Gjithashtu mund të paraqiten infeksione të ndryshme për shkak se këto mjete që hudhen zakonisht janë me vjetërsi të gjatë. Edhe gjithashtu bën problem edhe në syrin e njeriut si pamje në ambient. Çfarë mendon se çfarë mosa duhet të ndërmerren për të ndaluar këtë problem? Si mosa që duhet të ndërmerren, mendoj se është të flasim me institucionet përkatëse që të krijojnë ambalazhe ose kontenjera të posaçme për hudhjen e tyre, të mos ngelen nëpër cepat të spitaleve ose rrugëve, sepse mjaft po dëmton në pamjen e ambientit. Në kuadër të kryqit të Kuq në Kumanov, lidhur me këtë çështje shprehet edhe vullnetari Aylin Xhemaili, i cili thotë se mëse e domosdoshme është që të organizohen aktivitete edukative për ngritjen e vetdijes për mbrojtjen e ambientit jetësor për një jetë më cilësore. Unë mendoj se është shumë i rëndësishëm edukimi për kujdesin ndaj ambientit. Ambienti është ajini të cilin njeriu zhvillon veprimtaritë e tij jetësore dhe pa të ai nuk mund të ekzistonte. Mjedisi është si të gjithëve dhe të gjithë duhet ta mbrojnë atë. Shoqëria si në vendin tonë edhe në mbar botën përballet me probleme të ambientit, ndotjen e saj, dhe ne dëshirojmë që secili të kontribuojë në pastërtinë e tij dhe mirëmbajtjen e tij. A ka pasur ndonjë lloj organizimi të tillë nga ana e Kryqit Kuq? Kryqi Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, organizata komunale e Kumanovës, ne kemi ekoedukimin,
ku gjatë disa muajve kemi mbajtur trajnime me vullnetarët tanë, ku kemi shkuar dhe kemi bërë trajnimet eko-edukimet në shkollat e fillore dhe të mesme, ku kemi mësuar fëmijët në mënyrën më interesante dhe kreative se si ata ta mbrojnë dhe ambientin ku ishin të përfshirë afër 150 nxënës. Me aktivitetet të këtilla edukative, krijojmë kushte për një ardhmëri shumë më të mirë dhe më të shëndetshme për gjeneratat e reja. Fundja ne jemi ata që vendosim për fatin tonë se në çfarë ambienti duam të jetojmë.